Që presidentja deklaroi që në tavolinë nuk ka pas tensione, madje ajo tha që ka pas një respekt të ndërcjell në mes të gjithë akterëve politik. Dhe kjo është një mesazh i mirë të paktën për këtë fazë ku jemi. Unë e konsideroj që zoti Kurti megjithatë e ka alternativën dalëse për kësaj situatës. Ajo është? Po nëse nuk do ta bëj qeverinë me LDK-n të cilës i ka dërguar tashmë triftesa, unë mendoj që do ta bëj një qeveri jo të shumicës shqiptare, por megjithatë të shumicës për 61 me nismën me 61 numra dhe do të shkojmë tutje. Megjithatë nuk kontestohet që zoti Kurti ndoshta është i vetmi lider në mesin e tyre që është i angazhuar dhe që realisht kërkon një zgjidhje të problemit. Kurti është i vetmi? Absolutisht, edhe prej fotografisë shihet konfidenca cilën e paraqen në takim. Okej, hajtë shojmë për të largohem unë kështu, se dola aty. Hajtë analizojmë pak fotografinë, se është vetëm një fotografi, atje e kemi fotografi. Pritë ta shojmë si duket kjo fotografi në analizë, zonja Fatime, se i ke qef fotografit të i analizosh ti. Po. Megjithatë ajo është... Ajo është diçka, ama këto është vetëm një snap. Këto është vetëm një fotografi që është bërë. Hajde Fatime, nise... Këtë fotografinë e vetme që kemi, mund të themi që i vetmi kompetent ose i vetmi person që po dihet për çfarë ka shkuar aty edhe që ka zgjidhjen finale në fund është zoti Kurti. Edhe kjo është fakt i gjallë sepse ai nga fotografia kjo po duket po thua? Po. Okej, Kurti kështu po duket e Abdixhiku? Po shihet në disponim, po shihet që ka shkuar aty. Edhe megjithatë është i gatshëm për të dëgjuar edhe komentet e aktorëve tjerë politik. Abdixhiku si po duket? Po duket sikur në siklet, sikur ai që ka propozuar diçka që e di që nuk do funksionojë. Kështu edhe fotografi po duket? Po. Haradinaj? Haradinaj ka treguar për fillimit që nuk është interesuar për një takim të tillë. Ai e ka thënë tashmë disa herë qartazi vendimin e tij dhe mendimin e tij për një qeveri të opozitës. Dhe zoti Haradinaj tashmë e din që nuk i kanë asnjë lloj mundësie për një qeveri të opozitës. Prandaj shkruan aty dhe merret me punë veta. Memli Krasniqi? Po Memli Krasniqi është në hall, sepse Memli Krasniqi e di që kështu nga fotografia s'po duket që është në hall, Jo, është i relaksuar se numrat nuk i ka të bëhet çfarë të bëhet.